Aktoria e njohur dhe shumë e dashur për publikun, Tinka Kurti ka shfaqur një mesazh emocionues për jetën e saj, duke zbuluar se tani jeton në një shtëpi të moshuarish në Tiranë. Gjatë një interviste ajo shprehu humbjen e thellë për vdekjen e kolegëve të saj, si dhe përjetimin e vështirësive të jetës në moshë të avancuar. Erdha në këtë shtëpi që shihni ju, për mua është tragjedi. Këtu ka njerëz të mrekullueshëm. Ne jemi të numëruar në jetë tani, Jana, Iko dhe Margarita. Për mua ka qenë tronditje e madhe. Ne jemi artistë që i kemi shërbyer popullit, do i shërbejmë këtij kombi derisa të kemë frymën e fundit, deklaroi ajo. Tinka Kurti ka pasur një karrierë të lavdërueshme me mbi 50 filma dhe 150 shfaqje teatrore dhe është nderuar me titull të lartë, përfshirë artistja e popullit. Ajo që bëri më shumë habi ishte se Tinka tani jeton në një azil, duke shtangur të gjithë fansat e saj për rrëfimin emocional të aktores së mirënjohur.